pastrojmë oborin para shtëpisë, në fakt të parkingun ku lë makinën, edhe me që gjeta kohën të mos binte shi, se na ka filluar shiu aty në Angli, gjeta kohën edhe kisha pushim nga puna sot, ndaja edhe thash të filloj të pastroj një çik, para se të na zër shiu prapë. Porosita edhe këtë online për të hequr barat, që është ky shkopi me këtë si furçë, që është shumë e fortë, se nuk kisha mënyrë tjetër se si të hiqja barat, më kishin ashtu duart, më ishin brar duart nga barat e shumtë, nuk i hiqja dot më as me dorez as me dhe një, edhe porosita këtë ishte një investim i mirë, mund të them. I pastrova shumë mirë, i hoqi të gjitha barat me radhë, edhe pastaj duhej vetëm që ti mblidhja. Tani me që kisha kohë që nuk kisha larës, shikoni si ishte bërë e të gjithë gurët. Kishin ndryshuar ngjyrën nga që aty në Angli bie shpesh shi, edhe rrim të lagur gurët, marrin këtë ngjyrën e errët. Ndaja edhe pasi u ktheva, i pastrova të gjitha me radhë, hoqja barat edhe pastrova të gjithë oborin para parkingut, do me thënë ku lëm makinën. Jo se për një javë nuk do dalin prap do dalin barat, po çfarë do bëjmë tani? Për tani jemi okay. Të kaloni bukur, ciao ciao.